Ari mund t'i lë meshkujt steril. Është kjo deklarata që ka ndezur debate nëpër rrjetet sociale, sa ndikon mbajtja e arit tek meshkujt në fertilitet. Ginekologu Shkëlqim Balili ka deklaruar se ari tek meshkujt nuk rekomandohet dhe mund të lidhet me probleme të fertilitetit, veçanërisht kur bëhet fjalë për unaza apo zinxhir të trashë që mbahen çdo ditë. Këto fjalë janë shpërndarë masivisht online dhe kanë bërë që shumë meshkuj të pyesin veten, a mund të ndikojnë zakonet tona të përditshme edhe ato që duken të padëmshme në aftësinë për të pasur fëmijë? Ginekologu ka deklaruar se ari tek meshkujt nuk është e preferuar dhe mund të ketë probleme me fertilitet, sidomos kur bëhet fjalë për mbajtjen e unazave apo zinxhirëve të trashë në qafë. Meshkujt nuk duhet të mbajnë ari. Ari është vetëm për femrat, argjendin mund të mbahet. Shoh shumë meshkuj duke mbajtur ari, mirë po nuk rekomandohet, ka thënë ginekologu. Këto fjalë po shpërndahen gjithsesi online dhe po interpretohen si një paralajmërim serioz për shëndetin riprodhues të meshkujve. Shumë përdorues po pyesin nëse unazat e martesës prej ari apo zinxhirët e trashë që mbahen çdo ditë mund të ndikojnë realisht në aftësinë për të pasur fëmijë. Specialistët theksojnë se fertiliteti është një çështje komplekse dhe vlerësohet vetëm përmes analizave mjekësore. Megjithatë, ky paralajmërim ka mjaftuar që shumë meshkuj të ndalen të reflektojnë dhe të rishikojnë zakonet e tyre. Interesante është se edhe Islami e ndalon mbajtjen e arit për meshkujt. Profeti Muhammed e ka ndaluar arin për burrat dhe e ka lejuar vetëm për gratë. Një ndalesë që sot po shihet nga shumë kush edhe si urtësi shëndetësore, jo vetëm fetare. Në një kohë kur gjithnjë më shumë çifte përballen me probleme të fertilitetit, ky paralajmërim po i bën shumë meshkuj të rimendojnë zakonet e tyre dhe zgjedhjet që bëjnë në jetën e përditshme.